Parashikimi I motit në RTS. Të nderuar shikues të Radio Televizioni Shqiptar Mirëmbrëma, mirë se erdhët në hapësirën e motit. Europa perëndimore po ndikohet nga volbulla ciklonike të furnizuara me rrymajri atlantike, ndërsa Mesdheu po ndikohet nga rrymajri afrikane duke mbajtur temperaturat e larta në territorin e Shqipërisë. Pra në vendin tonë, për orët e mbrëmjes do të kemi vranësira mesatare deri të dendura shtresore në zonën perëndimore. Temperaturat regjistruan vlera të larta në zonat malore 8-24 gradë, zona qendrore 12-27 gradë, në Bregdet 15 maksimumi 28 gradë Celsius. Edhe në Kosovë për ditën e enjte moti do të jetë me vranësira të dendura. Temperaturat parashikohen në 8-12 gradë në mëngjes, 17 maksimumi 19 gradë orët e mesditës. Për 24 orët e ardhshme në vendin ton moti do të jetë me vranësira mesatare deri të dendura të pasuara nga rreshtje të pakta shiu, kryesisht në juglindje. Era do të jetë me drejtim jugperëndim me shpejtësi 8 metër për sekondë dhe dallgëzimi do të jetë I forcës 3 në det të hapur. Por temperaturat do të jenë me rënien e mesditë për shkak të vranësirave. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë natën e mirë. Rajoni nesër. Europa nesër.